Haxhi Xhemal Halili, 82 vjeçar, e ka mësuar leximin e Kuranit. Do të pse ka vot 82 vjet s'ka qenë pengesë. Kur ka njëri vullnet, plaku 82 vjeçar, kur ka në vullnet mundet të marrë sukses. Edhe kjo është argumenti më i madh kundra meje dhe kundra teje, nëse kur themi na valla kum dasht, po s'kum pas kohë, kum dash, po s'kam mujt, kum dash, po kam pas pengesa, kum dash, po s'kam ditë. Nëse plaku 82 vjeçar ka mësuar leximin e Kuranit, atëherë unë edhe ti që kemi 20 vjet, 30 vjet, 40, 50, ata që i kanë 15 vjet, 17, 20. Çfarë argumenti kanë para Zotit kur nuk lexojnë? Blekjaxhia kur takoj në rrugë, edhe ndonjëherë nuk kam telefon për laft. Veç po du me kallëzu se sa jam i gëzuar që në këtë moshë kam mësuar leximin e Kuranit dhe tash e kaloj kohën të lexoj Kur'an. Na jemi umet i leximit. Jo rastisht ajeti i parë ka zbritur të lezo, edhe nuk ka mundësi njeri me arrit grada të larta të xhenetit përveç se me lezo. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibi al-Quran yawm al-qiyamati iqra wartaqi. I thuhet lezuesit të Kuranit të kiametit lezo dhe ngritu. Lezo dhe ngritu. Ngritja e besimtarit në dynjë ndodh me lexim. Edhe në ahiret ndodh me lexim. Këtë forma tjera që rinia jon ka qef me i përdor për mu ngrit, asnjëna nuk i garanton ngritje. Përveç duris. Andaj Allahu kur thotë yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul darajat, i ngrit Allahu ata që kanë besuar nga mesi juaj dhe që kanë dituri në grada të larta. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? A mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Nuk mund të jenë të barabartë. Mu më dhem shpirti edhe mërzit na shumë për popullin ton, sidomos për këto që njihemi, që fatkeqësisht me gjithë këtë insistim edhe këtë, do thotë, qortim vazhdueshëm që me i kap leximit, përsëri do thotë një pjesë e madhe jona është e gatshme me harxhu shumë kohë larg leximit, shumë pak janë ata që do të mund gjejnë kohë për me kalu me lexim. Andaj desha këtë pjesë ta bëjmë edhe të incizuar, që të e shpërndar domethënë edhe në tek tjerat, inshallah taala bëhet të dobishme dhe motivues për gjithë neve. Zoti shpëlift.